Besimtari duhet të jetë i sinqert vazhdimisht dhe i drejtë, dhe nuk lejohet që muslimani me rrejt. El mu'minu la yakdhib, thot pejgamberi selam, besimtari nuk rren. Çelësi çdo të keqes është rrena. Prandaj porosi për mua dhe për ju, me pas kujdes një lloj të rrenës, e cila nuk konsiderohet rrenë në mesin e antarëve të familjes tonë, që është në mesin apo me fëmijët e tonë në shtëpiat tonë. Tregon Abdullah ibn Amri, transmeton, thot gjersa ishte ulur pejgamberi alayhis salam në shtëpinë tonë, edhe thot nana po më thirr dhe po më thot ec o birë se do t'jap diçka. Pejgamberi alayhis salam e pyeti nanën e djalit dhe tha, çka i ti dhon? Thot jam t'i dhon, thot një hurmë. Thot nëse nuk ja kishe dhon hurmën, atëherë ajo do t'ishte llogaritë rrenë dhe ti do t'ishe gënjeshtare. Kjo është një detaj, një porosi që prindi nuk duhet me rrejt fëmijën e vet. Zakonisht fëmia jon kur të çajnë, munohen mi mashtru, ka më ta dhon këta, ka më ta dhon ata, dhe është yrnek i rrenës baba apo nana, edhe fëmia e vazhdon rrugën dhe çajo rren trashët dhe vazhdon ai bëhet prej gënjeshtarëve dhe rënacakëve të mëdhenj. Prandaj të instalojmë sinqeritet te fëmia jon, edhe se inna sidqa yahdi ila albir, se sinqeriteti njerëzit i çon punë të mirë, ndërsa punët e mira çon njeriu në xhennet. Ndërsa rrena i çon njeriu në punë të këqija, ndërsa punët e këqija e çon njeriu në xhehenem. Prandaj të investojmë te trit dhe trejat tona te fëmijët e tonë, edukim të shnosh, jo me rrena dhe me mashtrime. Besimtari nuk rren në asnjë moment, edhe kjo llogaritë të rren, nëse nana apo baba i thot, ka më ta ble këta, ka më ta dhon këta, kjo është një detaj i vogël, por te Allahu është e madhe. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes, me eduku të rit dhe fëmijët e tyre me sinqeritet.